ka bo edhe më herët. Shumë e njeri mendon që dhe faktikisht kjo reflektohet për i votave, ju ka shpërbly fushata e ti me hajvanat. Më kanë dhënë dhe në studio tjera ma kanë bo kjo ju ka shpërbly, që ju ka thonë që ashtu. Kjo mendon që i shpërblejet prap, mundet edhe mi ju shpërbly. Tash nuk jam predikuese e zgjedhjeve, por në asnjë moment ose për asnjë gjë, ky nuk mundet me imponu Glauko Njufcën ose Ferit Derushitin 8 orë përpara, jashtë asaj çka reprezenton ajo, me ta pru një president dhe ma bo bema këto korumin ose si Bahtiri, ishtë deputeti tashme i bjen deputet, si do që ta quajmë, nuk ka loje kësisoj, veç pse ky nuk është institucionalist. Se nuk e shquj këto për institucionalist. Ky e ka shkel 6 më therë kushtetutën. Edhe hiç s'ket ju bohun me shkel edhe njëherë, po u tët. U tët shumë edhe e la u tërhjek se ka pos me zgjidh edhe një Ferit Derushitin, po mos t'ishin kon përfshirë edhe një dhe subjekte tjera, nështë edhe ambasadat që e kanë këshu nuk i di. E kanë po nuk du me thonë që kanë diku. Që ka pas edhe njerë t'i futet këti procesit pa quorum? Pa quorum, po. Nëse s'do t'ishte presioni, informacionet tuaja që ai do të futej... Nëse s'ishte presioni i përgjithshëm, nuk po du me thonë që o kom presioni e presioni... Plan të futej në një proces votimi prap? Një proces votimi tjetër. Din kjo o kon testim një natë ma përpara. Çfarë do që të thot kë? Neve nuk na ka votu vendi me votu këta mja bo korumin që shtë thot kë. Po, kjo është e para. Mas pari e dim për çka e na votu, tani e këshyrim çka mundet me ndohë me këtë vend. Jeni votu edhe për t'i dhënë institucione vendit. Kjo është e para, po çfarë institucione e na votu? Nëse kishin deshtin institucionet dhe vendosjes, komplet, 100% me president me ketë, ja kishin dhënë fix 70 deputet. A është e vërtet, sepse kanë thënë nga vendosja, ka thënë e zoti Kurti, që në takimet me Abdigjikun, Albin Kurti ka propozuar edhe figura të Lidhjes Demokratike të Kosovës që s'janë më aktiv në politikë, por që kanë qenë dikur aktiv në LDK. Që ka bona jam më ditë unë s'kom një gjo, nuk kom një asni emën të ditën, asni ofertë serioze që presidentin i tërjeki Glaukon edhe zonjën Kolçaku edhe i presidentin e mërnjo i bëj votat, t'i shkon ka që, si me thonë, me rej gjaks për këtë punë, e kishton edhe publikisht dhe kishton po, ja u kom dhonë votat 66, komplet. Se nëse shkoj me president LDK-s, ose që përmorim të LDK-s, edhe kandidatin tjetë protokollar e gjim për LDK-s. Se ku mundësi edhe që e merr një kandidat për LDK-s, edhe e le Fatmire Kolçakun, si kur ta posh, Fatmire Kolçaku ish bo presidente. Epilogu do di nëse do të ishte një kandidaturë kujt do të subjekti tjetër. Po ti kupton tani në tradhti e sipër s'mundesh me u çu në rëndin e 2-3 si ti kemi pritë dhe rëndin e 3. Kaloj te ky takimi që po shihet me shumë kuriozitet dhe kokoshëri të dihet se çfarë do të prodhoj. Zoti Shkodra përmendi formatin e takimeve që e kontrollon zoti Kurti, edhe në koncept, edhe në dinamik, edhe në narracion. Apo jo. Dhe kjo ka qenë me qëllim? Kjo ka qenë gabim? Ka qenë me qëllim. Për disa arsye, zoti Kurti, sepse kishte votat më shumë, edhe i takonte normalisht. Po nga ana tjetër, ai donte të kontrollonte opsionet. Do të kontrollonte opsionet, njëherë duke biseduar me njërin, njëherë me tjetrin, pastaj e lente në heshtje njërin, pastaj vazhdonte me tjetrin, po ashtu kontrollonte narracionet. Kontrollonte edhe opsionet e mundshme, edhe në këtë mënyrë e menaxhoi situatën deri aty ku menaxhoi. Po të fillonte me një mirëbesim ku të 3 liderët do të uleshin për një marrëveshje, për një president konstitucional, jam me